Gjatë ditës së sotme, sektori për punë të brendshme në Tetov ka dhënë detaje rreth rastit të dieshëm kur një i mitur 13 vjeçar u gjet në hyrje të ish shtëpisë së Mallrave në Tetov. Sipas policisë, është konstatuar se bëhet fjalë për 13 vjeçarin nga Kumanova, i cili ka qëndruar në qytet pa kujdes prindëror. Janë njoftuar punonjësit social nga Qendra për Punë Sociale në Tetov, të cilët janë kujdesur për të miturin. Pas kryerjes së verifikimeve dhe përcaktimit të identitetit të prindërve të tij dhe adresës së banimit në Kumanov, është njoftuar Qendra për Punë Sociale në Kumanov për veprime të mëtejshme. Ndërkaq, sipas informacioneve tona, kjo është hera e dytë që ky 13 vjeçar gjendet në Tetov në rrethana të tilla. Institucionet nuk kanë bërë të ditur ende se si do të veprohet me familjen i cili 4 ditë radhazi kishte qëndruar jashtë në temperatura të ulta, teksa qytetarët e kanë njoftuar policinë që të largohet nga vendi ku kishte ndenjur dhe më pas të merret nën përkujdesje të Qendrës për Punë Sociale. Për rastin në fjalë, gjatë ditës së dieshme ka raportuar edhe televizioni Koha, ndërkaq nga Qendra për Punë Sociale apelojnë që nëse hetohen raste të tilla të njoftohet policia me qëllim që mos të kemi fëmijë të mitur në rrugë.